Sot musafir në Gazetën Ekspres është kryetari i Mitrovicës, zoti Agim Bahtiri. Me zotin Bahtiri do të flasim për problemin e fundit që ka dalë në Mitrovicë, që është shënimi i vijave administrative mes komunës veriore dhe asaj jugore. Zoti Bahtiri sot ka qenë në takim me zyrtarët, me përfaqësuesit e BE-s dhe me zyrtarët e qeverisë Kosovës, ku kanë folur pikërisht për këtë temë. Mirë po, aty kanë munguar komuniteti serb. Mirë se erdhën në Ekspres, kryetar. Mirë se gjej. Pse s'erdhën serbët sot në takim për të diskutuar lidhur me shënimin e vijave administrative mes dy komunave, asaj veriore dhe jugore, për Mitrovicën e kemi fjalën? Nuk e di pse s'erdhën, ata na thanë se jemi në një pjesë tjetër që ishin shku dy ministrat dhe zoti Rakiq me ta, dhe ata nuk erdhën, ne fillum të bisedojmë rreth kësaj çështje, u koordinuam dhe metëm nesër me bisedua edhe me ta. Në fakt, cila janë kërkesat e tyne? Janë përmendur 3 fshatra që po i kërkojnë t'i fusin në administrim. Aty gjendet edhe vendlindja juaj. Po dëshira është diçka tjetër dhe mundësia është diçka tjetër. Çdo njeri ka dëshirë që shkojnë maksimale, po fatbarësisht që aja nuk mundohet dhe përgrandoj gjithë qytetarët e Mitrovicës, sidomos atyre pjesës Naton Lumi, se nuk do ndodh asë një gjë, dhe kërkesat e çdo kujt që pretendojnë të marrën me pjesën e lugut të Ibrit do të dështojnë. Realisht, kërkesa e tyre është që ta fusin në administrim komplet pjesën që e ndon Lumi i Ibër. Po na kërkesat e tyre e dina, normalisht që çdo kush dëshiron të merr atë pjesën që është strategjike, por ne kemi një plan të atisarit, i cili u aprovua edhe në Kuvendin e Kosovës, dhe në bazë të planit të atisarit u shpall dhe pavarësia e Kosovës, dhe ne kemi hartën të cilën ne kemi marrur definitiv, e cila e përcakton edhe vijat kufitare të administrimit të pushtetit lokal. Në fakt, kjo kërkesë ka dalë nga bisedimet që po zhvillohen mes Kosovës edhe Serbisë në Bruksel. Saktësisht, çka kanë kërku pakica serbe atje? Ne në Bruksel ishëm unë isha pjesë e takimeve të cilat ishte për orë, jo për tjetër, dhe ndërkohë kanë kërkuar që edhe të futet pjesë administrative e 2 komunave të cilat ishtë duhet me kry më herët, por tani është një proces i cili neve në kanë obliguar që të bëjmë deri me 10 tetor të përfundan, por atë ka mos pajtime për anës sërbëve, dhe jemi mjetë në këtë situatë. Ne para 3 dite kemi pas takime edhe teknike, edhe me pjesën e sërbëve dhe pjesës jugore me shqiptarë, dhe në ato takime nuk kanë bëjt me gjithë një... Qa po kërkojnë saktësisht ata? Po kërkojnë që to vinarcin, kushincën, suadollat, një pjesë të këtyne 2 suadollave që janë pjesë e veriut? Apo e kërkojnë tash krejt këto fshatra? Atë dëshirojnë me lomë të ndajnë pjesën e veriut, por aja nuk do të ndodhë, thash nuk do të ndodhë, fatbarësisht që kemi një plan të atisarit, sa do e dhemshme që ka qenë për shqiptarët në pjesën e veriut, ka qenë e dhemshme për arsye se tokat të cilat i kanë pas shqiptarët në atë pjesën ena, ju kanë marrë me plan të atisarit, po asnjë shtëpi nuk preket, edhe asnjë shtëpi nuk preket nga lagja e doktorëve përpihet nga kruni i Vitakut dhe kthehet në një pjesë deri në kodër të fshatit Gushavs dhe në pjesën e fshatit Vidimriq, por të gjitha këto vendbanime të cilat janë suadall i poshtëm e suadall e epërm cilën e kanë naqu për para, po tash e kanë bërë një suadall, ata nuk do të preket asnjë shtëpi e tyre, njëkohësisht as Gushavsi dhe 2 vinarcët. Opozita në qendër reagoi përkatësisht vetëvendosje dhe tha që po krijohen kushtet për spastrim etnik nëse realizohet plani ose realizohen kërkesat e serbëve. Ndërkohë se ju keni takuar edhe zotin Agani, Ferit Agani, ministrin e Ambientit dhe Planifikimit hapësinor, cili është qëndrimi i qeverisë përkatësisht i Ministrisë përkatëse për këto shënimin e vijave administrative mes komunave? Sigurisht vendimi i qeverisë është ai që u marrë në Kuvendin e Kosovës me planin e atisarit, thash edhe herë, ku është palla pavarësia e Kosovës. Dhe nuk ka të drejtë askush del mbi planin e atisarit, dhe çdo kush që dëshiron të del mbi planin e atisarit do të përballet pikërisht me muën mas pare dhe pastaj me pushtetin qendror të Kosovës. Çish më besoj juve qytetarët e Kosovës që nuk do të ketë lëshim pe, ju tha që ata kanë kërkesa maksimale,
ndërkohë ju s'do të lëshoni hiç pe. Qysh më besu qytetarët që ju do ta mbani këtë qëndrim? Unë ju garantoj qytetarët dhe me plot bindje po them, se nuk ka gjëmë botë që mundet të ndryshan mendimin tim, edhe unë për garantoj se pikat kufitare do të citen aty ku është me planin atisarit, thash që nuk e merr asnjë shtëpi të fshatit Suadall, do të thotë Suadall i poshtëm, i Epërm, Gushavs, Vinazh dhe Vedimriq. Nuk do të ktheheni prapë. Absolutisht nuk do të kthehem prapë, këtë kam përkrahur edhe qeverinë e Kosovës, e cila e detyron marrëveshja e atisarit, e cila ne kemi qitë në hartat i kemi tajtë sakta, dhe edhe pjesa katastrale është kyç në internetin i cili çdo kush mund të pasë ku është. E përmenda premtime për shkak se jo edhe vitin e kaluar keni dhënë disa premtime me data, për shembull për largimin e bllokadës në urën e Veriut, e keni përmend një tetorin e vitit kaluar, nuk është heq. Tek tash, domethënë, ka ndodhur kjo. Ose tash kur do të lëshohet krejt për qarkullim, keni diskutuar edhe në Bruksel. Ura ka qenë çështje pak më me rëndësi për arsye se u ngulit në vërtet politikanët sërbë, kanë ngulit në pjesën e qytetarëve sërbë se ura do t'jetë kufi. Dhe tajt është një problem, nuk është vetëm problemi i urës që bën diçka në drejtim, por është një paraqitje këtë ndryshe se kufiri dihet se ku është dhe ura do t'jetë lidhëse për gjithë qytetarët. Ne praktikisht unë i mundu prej arësimit të bëjnë stabilitet gjendjes, për arsye se ka qenë qyteti i Mitrovicës është qytet specifik që ka pas shumë probleme, shumë tensione, dhe unë i mundua të stabilizoj gjendjen, për arsye se ju e dini se unë i marr për një zhvillim ekonomik. Dhe zhvillimi ekonomik. Për zhvillim ekonomik, vishte tek kryna problemin e urës. Po, vetëm dashur të them, dhe për të bërë një zhvillim ekonomik duhet me bërë një stabilitet politik. A ka rrezik që përsëri protestat për shkak të këtij problemi tash që ka dalë për shënimin e vijave administrative mes dy qyteteve? Protestat duhet dalin atëherë kur nuk ka kush mi mbrojt interesat e qytetarëve. Dhe taj qytetarët e Mitrovicës e kanë njëri dendur, që nuk ka kush që mund me thyë në drejtim, dhe qytetarët duhet me nejtë shumë qetë, një garantoj qytetarët se nuk do të del askush mbi planin atisarit. Kretë që është mbranda planit atisarit dhe jam shumë i bindur se nuk do të ketë kush në botë që mund të ndryshon këtë. Sa persona janë punësuar në komunën e Mitrovicës, sepse po e mbasin edhe zhvillimin ekonomik me numrin e veneve të punës, keni premtuar shumë gjatë fushatës? Sigurisht që kom premtuar edhe unë jam në proces të realizimit të premtimeve të mia. A ki shifër sa persona i ke punësuar në Unë shifër sakt nuk kam për arsye se ato e ka normal qëtërkosh. Po kryetari do duhej me e ditë këtë shifër, do të thonë se është. Po kryetari kërkon krijon kushte për të investuar qytetarët e Mitrovicës. Thash se spari ka qenë një premtim i imi i cili ku mbaj deri me tanit, ka qenë mas pari ka qenë që korrupsioni do të jetë në zero, kontrabanda do të jetë në zero, do të hiqet haraqi krejtësisht, dhe ta jetë jemi shumë i sigurt se këtu ka ndodhur. Pastaj krijimi i kushteve për investime, unë kom krijuar kushte për investime për arsye se e ku shpall zonë të lirë ekonomike të gjithë qytetin e Mitrovicës. Ka shpall qeveria e Kosovës Po zonë lirë ekonomike. Me kërkesë timen ka qenë po sigurisht që kur një kryetar komunës e ka të drejtën të drejtohet qeverisë Kosovës, që me temat të ndryshme që është në interesin e qytetarëve, të i bën kërkesë qeverisë dhe qeveria duhet me marrë shumë seriozisht atë gjë. Dhe pak për zhvillimin ekonomik të Mitrovicës. Në secilën raport, në secilën hulumtim përsërit po del Mitrovica me numrin më të madh të njerëzve të papunë, me varfërinë më të madhe. Nuk ka ndryshuar sa i përket statistikave qoftë të Kosovës, po qoftë edhe të organizatave tjera. Varfëria vazhdon të jetë e madhe në komunën, është kaprin fakt Mitrovica. Sigurisht që është varfëri, për arsye se thash ka qenë qytet deri me ardhen time e tensionume dhe njerëzit nuk dëshirojnë të investojnë aty ku ka tensione dhe nuk ka siguri për investime. Dhe këtë e kum krijuar dhe tash e kum bërë zonën e lirë ekonomike, ndërtoj e kum bërë dhe zonën
industriale, e cila u certifikuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe tani është në proces të ndërtimit të infrastrukturës në atë zonë, cila është 44 hektar, dhe u shpall konkursi për të aplikuar njerëzit që dëshirojnë me ngrit fabrikat atë. Ne një fabrikë kemi pasë në vitin e kaluar, dhjetor të vitit kaluar, që ka ardhur nga Amerika, Florida Amerikës, bashkëpunim me ato suedeze, e cila e kemi dhënë 10 hektar tokë, e cila është një investim pej 93 milionëve, e cila është për riciklimin e mbeturinave dhe prodhimin e rrymës 12 megawatt, e cila i poson 600 punëtorë. Por duhet të nxjerrë nga qeveria e Kosovës disa procedura të cilat janë për ndërtimin e asaj fabrike dhe aty kanë gjetë një problem i cili qeveria e Kosovës nuk është aja e cila duhet të jetë për investitor, për arsye se kur të vjen një investitor 96 milion euro, pa 93 dhe 96 milion euro, duhet të quhet këtë qeveria në kom dhe të jap. Në fakt, sipas jush nuk ka dëshmëri prej qeverisë për me pranu investitor të tjerë. Në sektor të ndryshme, jo, dhe unë kam biseduar dhe me kryeministrin që edhe të shkon sa më shpejt që është e mundshme, për arsye se është në interes në gjithë qytetarëve që aja fabrikë ndërtohet atje. E keni fjalën për fabrikën e këpurdhave që e keni premtuar? Jo, në fabrikën e... Çka ka ndodhur me këtë fabrikën e këpurdhave që e keni premtuar gjatë fushatës? I pati cilë edhe disa makineri. Ju dini se prej arrësime, mas 2 javë që jo marrë dhe une, kanë ardhur për Japonia gjithë makineria dhe në proces unë kam dashur që të japi tokën në shfrytëzim asoj kompanie që të ndërton atë kompani, por pa mundësi që të japi për arsye se ju e dini se 15 asamblesë nga PDK-ja nuk më kanë lënë të votoj që të japi në shfrytëzim asaj tokë dhe mi ka humbë 1 vjet dhe mu dofte për hir të premtimit dhe të latja. Për të njëjtin problem, Ramadan Muja akuzohet se edhe është proces gjyqësor për shkak se i ka dhënë një kompanie pa tender, pa procedurë në shfrytëzim prunë publike. E keni pasur këtë idenë që të respektojnë ligjet, edhe kur të është çështja e një investimi kaq të madh? Sigurisht që po, se unë ligjet jashtëzakonisht i respektoj dhe kom dashur mënyrë procedurale, mënyrë më të mirë të mundshme të japet, u shpall konkursi, ka prit 45 ditë, pastaj u mbledh komisioni dhe ka zgjedhur atë kompani të cilën duhet më jap tokën në shfrytëzim, por asamblesët e... Ku është procesi sot i kësaj kompanie? Vetë kry, asamblesët e PDK-s nuk e kanë lejuar në gjatë të tillë, mi kanë pruar edhe disa fshatarë të fshatit cila o kanë afer aja pjesë ju japke në shfrytëzim, që gjëja se është prunë e tyre, kurse në katasër është prunë e komunës. Por pavarësisht asaj, thash e kom bajt premtimin, duke e premtuar qytetarëve, unë e kom shu tokën time, 4 hektar e 20 ari, dhe fabrika ka unë nisë, është në përfundim fazën e parë, dhe unë po shpresoj se gjatë muajit tashëm do të lëshohet pjesa e parë. Sa persona do të punësohen aty? Unë po mendoj që për fazë parë janë 300 persona, por është në vazhdim se do të bëhen 36 rritje, të cilat do të është 40 metra gjatë dhe 10 metra gjanë, cilat do të mbulon 4 hektarë 20 dhe kur përfundon gjithsej janë disa qindra vetë që do të hinë punë. Qindra jo 1.000, ma pak se 1.000. Ma pak se 1.000. A jenë... Për kompaninë e parë. Për këto gati 2 vite qeverisës tënde, a jenë punësu 2.000 persona në komunë? Unë po mendoj, nuk jenë punësu 2.000, po jenë punësu 1.000 e diçka, nuk e di saksisht, po për mi 1.000 jenë punësu. Çka ndodhi me, të flasim pak për AKR-n, e keni një vlerësim pse humbi AKR-ja, në fakt tash as nuk po shihet, s'po funksionojnë as organet partijake të kësaj të AKR-s? Humbi AKR-s është nuk po mundëm me studiue se si ka humba AKR-ja. Në fakt, ju një kanë fytyra kryesore e fushatës, i një kanë në balë të fushatës AKR-s. Nuk kam qenë fytyra kryesore e AKR-s, për arsye se unë jam një ndër ma triut për AKR-s që marrë në AKR. Hapësirën e ke pasur. Por i kam dhënë kontributin tim në drejtim, por nuk e di qytetarët pse se votuan, për arsye se është shumë e palogjikshme për mua që një biznesmen i cili bën shumë
për vendin e vetë, ka bërë shumë për vendin e vetë, që mos të japet vota atina. Edhe unë po mendoj se kanë gabuar qytetarët. Mendimi jam është shumë që kanë gabuar qytetarët, për arsye se një njeriu i cili i afrohet 15 miliard euro në sigurinë e tij në për investime dhe mos gjon në popullin e vetë që njerëz që të votojnë, kjo po më duket pak e çuditshme, për arsye se nuk mundet të jetë kërkush më i pavarshëm për qytetarët e Kosovës se biznesmenët. Or koha e njerëzve të biznesit që të fillon procedura e zhvillimit të vendit. Edhe nuk mundën njerëzit që nuk kanë biznes dhe nuk e dinë se si është menaxhimi të bëjnë në zhvillimin ekonomik, sepse ju duhet me ditë se çdo investitor që vjen nga jashtë duhet me pas një partner të brendshëm. Ekziston SDAKR-ja, se po shohim që është shumë pasive. Gjitha partitë janë pasive pas zgjedhjeve, po unë po shpresoj se ne shumë shpejt do të organizohem dhe të shiqojmë zgjedhjet si do të përfundojnë, a do të jenë zgjedhjet e lira apo zgjedhjet e parakoshme apo jo, dhe në bazë atyre ne do të koordinohem, do të organizohemi mirë. A pozitën e kryetarit të presidentit të AKR-s? Jo, asnjëherë. Është i rezervuar për zotin Pacolli? Sigurisht që po. Do të thonë, përpas Pacollit, vështirë dikush që mundet me ardhur në krye të AKR-s. Çdo kush mund të marrë, se kërkush nuk është mbi gjithë. Por unë mendoj se zoti Pacolli është njeriu i cili është mas i thirrur për ata, dhe për momentin ne duhet të gjejmë forcë që zotin Pacolli të ecë përpara, dhe unë po shpresoj që qytetarët kanë gabuar dhe taj nuk do të gabojnë. E përmendet që e keni largu haraqin edhe kontrabandën në komunën e Mitrovicës. Prej kujt e keni largu haraqin edhe kontrabandën? Po se që dini jo, sepse para ardhjes sime ka pas zinxhirin komandues Beograd-Prishtinë, e cili u bajt edhe nafta, edhe gjitha të tjera të cilat janë kanë kontrabandume nga pjesa e veriut, dhe unë kam biseduar duke falendëruar dhe policinë e Kosovës, po edhe doganën e Kosovës, sot e kemi një gjendje krejtësisht tjetër. Krejtësisht tjetër duke thënë se kemi bashkëpunuar ngushtë edhe me policinë e pjesës së veriut atje, dhe jemi thua në përfundim të ilegalitetit të çdo modhe që vjen nga veriu. Se e keni kritikuar dhe pushtetin e kaluar shumë. Thash mos po e ndërlidhni këto akuza me pushtetin e kaluar, ndërkohë e pamni ndrim në koalicionin aktual qeveris, ndrimin e disa drejtorëve, dhe e pam që PDK me nxjespritit të hyjë në koalicion, fakt pat deklarata prej kryetari Deksa atje se po e presin Agim Bahtirin për të hyrë në qeveri. Qeverinë komunale. Unë i falenderoj gjitha partitë politike, të cilët kanë dëshiruar që bashkëqeverisin me mua, unë i falenderoj shumë. Ata dëshirojnë një gjatë të tillë, por unë kam një partner, e kam pas dhe kam përsëri, për arsye se unë jam rrit me partneritet dhe kam menaxhuar me partneritetet ndryshëm të botës, dhe unë respektoj partneritetin, por ato që nuk do të lejoj, as se kum leju, as nuk do të lejoj në hapat e mi të ketë... I shkarkuat disa drejtor, ishte çështja e dështimit tyne, apo pa diçka tjetër aty? Tash që në hapat e mi është vështirë njerëzit me hecë, për arsye se unë i përkas një pjesës në kuadër menaxherit, dhe njerëzit të cilët nuk kanë mundësi më përcjell në hapa duhet më largua, dhe unë e kam bënë një kërkesë te partneri im të Lidhjes Demokratike të Kosovës të më ndroj disa drejtora, dhe ata më ka pruar shumë tarit po mendoj që jam në rrugë të mirë, më ka thënë disa njerëz të cilët kanë aftësi menaxheriale, kanë bagazh më të mirë, më të shëndosh, dhe unë po shpresoj se do të kemi një rezultat shumë të mirë. Me partnerin e koalicionit LDK-n. Po. Se para disa ditësh doli një fotografi ku u fotografuat me zyrtarët e LDK-s, edhe nuk e konfirmu që po flesni me ta. Ndërkohë dha lajmi se ju po kaloni në LDK. A mundeni me pa kryetarin e Mitrovicës të ndrru partitë ose të kalu te partneri i koalicionit LDK? Unë nuk i marr me ndrru partitë këtu, i marr me ndihmu vendit, për arsye se partitë nuk u bën shumë nder, po unë i marrë me ndihmu sinqerisht, vllazërisht vendit tim, i cili i kam lënë gjithë familjen në Holland dhe i marrë me ndihmue.
nuk jam i thirrur të shkoj në përparti, po jam i thirrur të ndihmoj qytetarëve dhe qytetarët më kanë dhënë besimin që unë do të mbaj deri në fund dhe i falenderoj gjithë ata që më kanë votuar, por ata që s'm kanë votuar, se gjithçka çka është në të mirën e qytetarëve do të mundohen aty kry. Faleminderit shumë që ishin në Ekspres. Faleminderit edhe për juve.